Situata në Itali është përgjegjësuar pas çarjes së argjenaturës së Kanetës, e cila ka shkarkuar sasi të mëdha ujë drejt kanalit Kullues. Si pasojë niveli i ujit është rritur ndjeshëm dhe ka vënë në rrezik disa zona të banuara në territorin e bashkisë Lezhë, Zemeni, Barbulloja, Spiteni, Rila, Myltja, Talja dhe Gryklumi janë zonë të ekspozuara, ndërsa ndërhyrja në terren paraqitet e vështirë. Riparimi kërkon mjete të rënda dhe vendosje gurësh të mëdhenj për të stabilizuar argjenaturën, një proces që nuk mund të realizohet menjëherë. Banorët e zonës shprehen se pikërisht kjo pjesë e argjenaturës ishte problematike prej kohësh dhe duhet të ishte forcuar më herët. Për më, dhe për sotën si në 60-ën, nuk ka qenë shki hidrover hala. Një loja bon, kreta spitën të neshe tanë pjesa rrilës komplet më të në ujën. E pësa bon më thoshti kjo puna bon vetëm për hatër peshkatare mësë me dojnë peshku në detë. Ka shku skavatori, e ka një zgryken, e ka hap, e ka shu 10 metra pa bashku me detin, kanë shku e kanë hek skavatori, me elan gryken, mësë me hap. Tash që ku erdhe plastik këtu. Pika ma dopta ku ka qenë këtu, ka qenë dhe ka hap. Nuk kanë pas ko me pas se këtu ka qenë gjithmonë pjesë e ullë, kjo pjesë, merë me përforcu, që mos me e shoh, me gjithë se ka të ngarkes, që ka pas kneta, se tanë ujna, shinët që kanë ra, këtë hidrovori ujtë ka fut në knet. A i miven ka pas për të hap, se uja hap rrugën vetë. Dhe ka hap të ta që shofim shërrin na peshkatarve. Shqetësuse, kjo katastrofë mërë. Jo shqetësuse, në s'kem ka shkojmë, në tu mytë në ujë. Shdo është mu morë masa për dilit, jo për shqit. Nuk shqitet ujë, nuk shqitet kanali për kur t'je ndalë ka e së të hi. Shdo është për dilit, ka pas kohë bolë bashkia, ata si janë përgjegjësit kryesor, e mu mytë pobli, ka qojmë. Mirë se baktit, kanë kry punë, e krynë punë ata. Po kem halë me pështu poblin, me pështu familjen. Rëzikohet familje, unë veti pensi, rëzikohet në mumi, s'kam ka shkojon. Dire ke mumi të kanal, këtë shkojon, këtë shkoj. Kam punu 32 vjetë, me bojtë sopë shpi, gjithë shka ka, shpia, manë, sonte, atë si ka, se nësë që në të pasën, se me pasën, nuk ishim kua shka të në kënetat e bregut macë. A kupten, këtë shkojmë, kërkush nuk vjen, masa nuk kanë marë, ja, e shikon, mushët deti me oriz, nuk mushët me milë, kolëmoqi, ishtë është me i marë masat me ko. Aktualisht rrezikohet se na do përmytna, vendit do përmytet. Dhe kjo devimi rrugës është problem kryesor. Problem kryesor që kjo devimi rrugës. Shif një letat, kërkon një letat firmës, a devi rrugë apo a jenë të rreunë. Në lidhje me situatën e krijuar, nënkretari i Bashkisë Lezhë Fation Zefi ka bërë të ditur se prej mbrëmjes së djeshme ka nisur puna për riparimin e argjenaturës dhe shpresohet se brenda mesditës ajo do mbytet plotësisht. Gjatë natës është punuar për shtrimin e rrugës që bën kalimin deri në vendin, në pikën ku ka shkuar çarja, pasi terreni është mjaft i vështirë për kalimin e kamionave. Për momentin puna ka filluar në mbylljen e argjenaturës, janë hedhur rreth 5 kamiona dhe shpresojmë që para dreke, deri në drek kemi realizuar mbylljen, që shmangin përfundimisht rrezikun. Autoritetet lokale ndonë në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërsa rreziku për përmbytjen mbetet i lartë.